Lavdi dhe falendrimet i takojnë vetëm Allahut fuqiplot. Salavatet, selamet qofshin për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Përshëndetje tona qofshin për familjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për shokët e tij dhe për të gjithë ata të cilët ndjekin rrugën e Allahut xhaleshanuhu deri ditën e gjykimit. Islami është zbukurim, po ashtu edhe largim apo çlirim nga gjërat që janë me defekt. Do më thënë nga çalitjet. Kur themi Islami është zbukurim, do më thënë kërkon që ne ta pajisim veten tonë me veti dhe me cilësi, me vepra të mira. Me vepra të mira të zbukurojmë veten tonë. Ndërsa të çlirojmë veten nga defektet, do më thonë çdo gjë që nuk është në përputhje me Islamin, me ahlakin Islam, të mundohen dhe të përpiqemi të largojmë për vetes tonë. Pak sot do të flasëm për tacin. Një prej çalimeve dhe gjërave të rëndësishme është edhe largimi apo çlirimi nga përtacia. Të gjithë ne e dim se përtacia është një ves, një gjë që njeriu e çon të shkoje në regres, pas, edhe e bën që asesi mos merr hapa për ta përmirësu veten e vet apo shoqërinë e tij. Prandaj dietarët thonë, nëse dëshirosh që ta ndërtojsh veten tënde apo familjen tënde apo shoqërinë tënde, fillon herë me veten tënde. Do më thonë, zbukuro veten tënde me parimet islame, me ahlakin, me moralin islam, dhe largohu prej çalimeve, atëherë do të qesh prej atyre që me të vërtet do të kesh ndikim që edhe veten tënde ta shpëtosh, por edhe familjen tënde, edhe shoqërinë tënde. Allahu xhaleshanuhu atë shumë i jep rëndësi asaj se përtacia është e rrezikshme dhe se nuk duhet të ketë vend tek muslimani përtacia, që për fat të keq, do më thonë kjo ndodh te ne. Prandaj Allahu xhaleshanuhu edhe munafikët i cilëson me përtaci. Do më thonë, përtacia, dembelizmi është cilësi e munafikëve. Përmendoni, Allahu xhaleshanuhu thonë në Kur'an: وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى. Munafikët nuk e falin namazin jashta se me përtaci. Edhe kur e falen me dembelizëm, kokën të poshtë, apo duke e hapur gojen, apo duke i mbajt mend andej këndej, apo duke i shiqu të tjerat anash, pra nuk ka koncentrim. Mu për këtë, edhe dietar Ibn Abbas i ka thonë, me kruh është e papëlqyeshme është ta falish namazin kur je në përtaci. E shef i hapun gojen, edhe mbërzijat më dhoja ke, edhe qosh, hajtë ta fali qatë namazin. Ma mirë është thot, merre një abdes tjetër,
bën një istikfar, kërko falje te Allahu xhaleshanuhu, edhe bën atë që ka bë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ku transmetohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sabah e mbrëmje e ka thonë: Allahumma inni a'udhu bika min al-ham, Zoti im, unë kërkoj që të më mbrojsh prej brengave, wal hazan, dhe prej vështërsive, wa a'udhu bika min al-ajzi wal kasal, dhe kërkoj mbrojtjen tënde të mbrojsh prej pamundësisë edhe prej përtatësisë. Pastaj thot: wa a'udhu bika min al-kufr, dhe kërkoj o Zot prej teje që të më mbrojsh prej kufrit, wal fakri, dhe prej fukarallëkit. E tash, para mendoni, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka krahasu përtatësinë me kufrin. Se më njerë ka thonë dhe prej kufrit, do të thotë se shumë e rrezikshme është e përtatësia, dembelia është shumë e rrezikshme. I thu djalit për shembull, çupe falë namazin, për fatkesh dash, më duhet djalit i thotë babës, e kena ndru pak. Do më thë, ka raste, gjali i thot babës: o babë, ka ardhur vakti namazit. Po të themi se baba i thot: që fale namazin, ka dhe babë, ka vakët. Herët është, që be bëne këtë detyrat e shkollës, bëni, herët është, nuk kom detyra, s'kom, nuk dim, në më thanë me përtatësi. Që be bëne një punë, e urdhënë një punë, ka vakët. Këtë do më thonë me përtasi. A i të regon njoni një evlia, e kanë pyet, i kanë thonë: kur të kanë ndodhë që të lash dhe një kuat namazit, apo të falish me vënes, edhe i me ndodhë, thot asë njëherë, unë vazhdimisht e kom falë namazit. Po thot helbet, atë kanë ndodhë, gjatë jetës me ndohë pak. A, thot, po, thot, më kujtu, kur jëm konë me hoxalarët. Ka vakët, thot. Hala nuk e hi vakti me kruhit. Hala kjo, hala qajo. Ja bëm qarën. A dhe me të vërtet për fat keq, të regojnë njerëzit, në më thonë xhamatlit, se në udhtim për shembull, janë konë, edhe hoxha as sabahin, as dreken, as i qinejn, as akshamit, hajtë thonë, themi se ka po dhe një farë, diçka, ama jo, as njënë. Në më thonë, nuk e fale. A dhe me të vërtet, shumë me ka gjodite, a ndoshta është e ndrejshet ajo, ama besoni se ju e dini se kur jeme hoxalarët, si cëli ka ato fintat e veta, edhe jo kështu është meselja, jo ashtu është meselja, edhe thot beta pa namasu. Pra, si thot Allahu xhaleshan, u la ya'tuna as-salata, dhe ata nuk falin namazin jashtë se wa hum kusala, lodhje madhe, përtatësie madhe. Do thënë, kjo për çka vjen? Kjo vjen do më thënë nga ajo se mungon lidhja me Allahun xhaleshanuhu. Mund ndodhje për shembull që njeriu i lodhët këtë qatë në rregull, tamam. Ama, a për herë, a gjithmonë ashtu? Do më thënë, ajo është nuk o rregull diçka. Do më thënë, duhet t'i kthehena vetës se kina problem me zemrat tona, ina të smur në zemra. Zemrat i kina të smunta. Në mungon që ajo që Islami qka ishte zbukurim. Nuk jemi të zbukurum dhe të pajisur me parimet islame, sa ato të ndihmojnë. Kure bësh dhikrin, kure falish namazin, kure e përmendish Allahun xhaleshanuhu,
edhe mundësitë e shejtanit janë më të pakta që të devijoje. Edhe prandaj besimtari duhet domethënë të ketë parasysh këtë gjë. E tash, tregon një dietar, nuk e zgjatë shumë, se zgjimi herët nuk është mëkat që Allahu xhaleshanuhu na ka urdhëruar ta falim sabahin. Domethënë muslimani duhet zgjohet para lindjes së diellit. Nëse zgjohesh mbas lindjes së diellit, atëherë nuk je cilësi sifatet muslimanit. Domethënë nuk janë cilësitë e muslimanit që ai të zgjohet, domethënë mbas lindjes së diellit. Tregon një hoxh, thot shkuam në qytet në Algjeri, ai krejt qytetin kom, thot ishin me ezanin e sabahit. A ju e dini, në Arabi ma herët fejrët ezani. Këto të ne, 5 dakika para se me lindil, 10 minuta, 15 minuta. Dhe më thonë, ezani e ka atë kohën e vetë. Jo, si cëlli muezin veç e veç, njëni 15 minuta, njëni gjysora, pjative gjysora pak më rallë, ama në thonë asë njëherë, si kur në Turqi, për shemë dhe dini, i këmë dëgju, kur ja fillon krejt, ha? A dhe vlon atër. Ama, problem. Që mos e zgjatim shumë, thot, shku me falem sabahin, edhe qka me pa? Gjemati krejt në për xhamia, dhe aj që në udheqte, thot, në tha, hajde dhe të shkojmë më një shkollë. Si shkollë? Vjerët shumë. Të ne, hasret të thërish dikon në saati 8. 8, ajo me menda, thot. Nuk thëret njërin në ora 8. Duhet dhe më dhënë, ka 11, 12, që është dhe më thënë për avësisht. E si do mos, nësë është e djelë. E djelë, dhe më thënë, nësë është, mbarë e madhe është. A mbarë e madhe është muslimonit flene në bas sabahit. Kjo të më thënë mbarë. Ka flehet. Mund të bësh një pushim, dhe më thënë, pas lindjes së diellit, ta bësh, si mbas punës si e kje, rendi si e kje, ama jo, që grajsh, si na ka ndodhë neve, apo si na ndodhë neve. Kryesore të shkum, shka me pa, krejt në zënë si të këshin hina për klasë, në për klasa, mësimi kish fillu, edhe vlojshin ato, e që atë e ka bereqet. Që atëherë e bije bereqetin Allahu në shanu. Hazreti Aisha ka desht flene në bërsabajt për Ameri sallallahu alaihi wasallam. Aisha i thot, a duhet të jesh në gjumë në kohën kur Allahu në shanu e nda rëzkin? Pas e thu, pëse nuk kom rëzkune, po si ka të kish rëzkune. Të flen, nuk e lutish Allahu në shanu, në ato moment të flensh. Mos e zgjatim më tepër, në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, një pabesimtar të cilin ka qenë poet ki, Tufail bin Amr ad-Dusi. Ka qenë poet, edhe i ditur kuptohet, e pranon islamin, edhe të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka koni largët, nuk ka koni Mekës, ka ardhë special. Edhe rejtë e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam 5 ditë, 5 ditë. Edhe normal pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe sahabët, çdo njëri prej tyre ka kontribuar që ta mësojë këtë, ta mësojnë këtë sa më shumë diçka. Edhe kur i bën 5 ditë, kërkon leje për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, thot, ja Rasulullah, ka konë për ta saj. Ja Rasulullah, ka pas dert Islami. A ka mundësi të më lejosh ta shkoj edhe ti thras popullin tim në Islam, edhe tu a mësoj këto gjëra që mi ke mësu mu? Pra muslimoni kështu është. Muslimoni është, si thot Allahu xhallahu 50 vende
në Kur'an më shumë se 50 vende, ata të cilët besojnë dhe veprojnë punë të mira bëjnë. Innal ladhina amanu wa amilus salihat. Më shumë se 50 vende. Do të thonë askund nuk e ka provu dhe nuk për shembull diçka tjetër thotë. Po çka? Dhe veprojnë. Do të thonë muslimani duhet të jetë i gjallë. I gjallë duhet, jo i vdekët, jo pasiv, po aktiv duhet të jetë muslimani vazhdimisht. Lusim Allahu xhalla shanu të jemi të tillë, la ilaha illa huwa al-kalam wa ablagh an-nizam, kalamullahi malik al-aziz minna.